Në fakt, për 11 vjetësh tashmë, unë jam aktore e trupës së teatrit Aleksandar Mojsiu. Është kozjatja ime më e madhe në një punë si një aktore rezidente në një teatr, dhe patjetër për mua është një institucion i më i rëndësishëm në të cilin kam punuar, sepse është puna që dua më shumë të bëj në këtë jetë. Si regjizore ndodhi pak rastësisht që unë të ofroja një premier të re, në kuptimin rastësor të fjalës që nuk ishte një plan i menduar gjatë, por ishte një propozim i aty për atyshëm, të cilin e mirëprita për të realizuar një shfaqje grash, por jo në aspektin e klishes, një shfaqje që realizohet nga gra, po në kuptimin e mesazhit që shfaqja do të përçojë dhe në kuptimin e bashkimit të tre energjive krijuese me identitet, personalitet dhe karakter të fortë në secilin fushë që ato operojnë. Duke filluar me Anica Makarian, që është autorja e pjesës Gruaja në Sirtar, me Gruaja me Sirtar, me Mimoza Marianakun, e cila do të mishërojë dhe do të japi jetë figurës së Vesës, një figurë jashtëzakonisht të plot dhe komplekse, shkruar në mënyrë shumë interesante për sa i përket stilit të rrëfimit, por dhe dendësisë dhe intensitetit psikologjik rëndesës që personazhi ka nga Anisa, dhe që në proces e sipër, një proces i cili ka zgjatur prej 2 vjetësh, kemi munduar ta plotësojmë dhe ta zhvillojmë dhe ta majisim, le të themi, duke shtuar edhe ca personazhe të tjerë për të zbërthyer më së miri të gjithë traumat e personazhit dhe për të komunikuar ca mesazhe më të qarta dhe më të drejtë për drejta me publikun. Do të thotë, unë kam zgjedhur që të rrëfejmë një histori të një gruaje të abuzuar, e cila i gjen shpëtimin në momentin që vendos ta ndaj këtë histori me psikologun e saj, edhe për t'i komunikuar audiencës dhe për t'i komunikuar grave me histori të ngjashme, që ka zgjidhje, që vetëm ato mund ta shpëtojnë veten. Dhe si mund të shpëtosh? Mund të shpëtosh duke folur, duke ndarë historinë tënde, duke mos e mbyllur brenda vetes dhe duke u dhënë një shpresë edhe grave të tjera që të mund të flasin.